mund të përgatisim në kushte shtëpie një locion për pastrimin e fytyrës, të akneve, të njollave kafe që mund të na krijohen në fytyrë. Atëherë, si do të veprojmë? Marrim afërsisht çajin, të ujin e nxehtë, dhe do të hedhim në të petale trëndafili. Do të shtojmë në të pra një lugë gjelle me aguliçe. Do të shtojmë petalet e trëndafilit, afërsisht një petale trëndafili e gjitha. Dhe do të shtojmë gjithashtu një lugë gjelle me livando. Pra, kemi hedhur aguliçen, kemi hedhur petalet e trëndafilit, do të shtojmë edhe një lugë gjelle me livando. Me këtë çaj, ne do të përgatisim një locion për fytyrën. Mundet që të marrim dhe ta bëjmë një shplarje të fytyrës 1 ose 2 herë në ditë dhe mbas kësaj ne do të vëmë re që fytyra do të jetë më e butë, më elastike, më fëminore. Mbasi kemi mbaruar me këtë çajin. Pra, le të themi, mbasi kemi vendosur çajin në fytyrë, e lëm të thahet, menjëherë pasi është tharë, mund të vendosim ose një krem me shelj, ose mund të përdorim një krem me qumësh gomarice. Pra, ushqyes të lëkurës. Nëse do të kemi për shembull një shtrëngim në zemër, një aritmi, një çrregullim në funksionin e saj, le të mos të kursejmë. Likopsin, i cili është i mrekullueshëm me të vërtet të qetësimit dhe të shërimit të një aritmie të zemrës, por duke parë njëkohësisht edhe shkaktarin e saj, sepse mund të kemi një tepritës të jodit në gjak, pra kur TSH-i mund të jetë në vlerat më pak se 0/2, mund të jetë 0.01, 0.05 e kështu me radhë, dhe në këto raste bima e likopsit është e mrekullueshme, pasi na ndihmon në përmirësimin e funksionit të tiroides dhe njëkohësisht heq atë aritmin në zemër. Pra, mund të marrim një çaj ku të hedhim për shembull në 1 litër ujë, 1 dorë me murrizin lule. Mund të marrim 2 deri në 3 fije ose 1 lugë gjelle me likopsin. Pra, ja bima e likopsit, hidhet tek çaji dhe është e mrekullueshme. Mbas kësaj, shtojmë pra tek çaji që duam lulen e aguliçes, pra që mund të hedhim nga këto lulet ose nga këto, nuk ka asnjë rëndësi, ose lulet e aguliçes së tharë. Përgatitet ky çaj dhe mund të shtojmë, nëse ka edhe fryrje barku dhe zorrësh, ndoshta edhe një lugë gjelle me lulen e shtogut. Pra, murrizi, aguliçja dhe likopsi janë ndër të parat që duhet të jenë të pranishme tek ky çaj për të qetësuar aritmin në zemër. Përgatisim një tonik për zemrën duke vepruar si më poshtë. Hedhim në një kavanoz rreth 700 ml 50 gram lule aguliçe. Do të ishte mirë që kjo të jetë e tharë. Do të shtojmë në të 10 deri në 15 gram rrënjën e sanzës, Gentiana lutea. Në gjithë zonën veriore, i thonë ndryshe sanzës bari i zemrës. Kjo është një rrënjë me të vërtet shumë tonike që ndryshon në organizm ritmin e punës së tij, përmirëson dhe strukturon mrekullisht mirë, duke filluar që nga sistemi i tretjes, që nga detoksifikimi i mëlçisë edhe deri tek forcimi i tonit të punës së zemrës. Mund të themi shumë herë më mirë edhe se lulja e murrizit. Atëherë, bëjmë këto të dy përbërësit, shtojmë në të 50 gram mjalt, pra 50 gram mjalt janë afërsisht 2 lugë gjelle.
Krahas kësaj, do të shtojmë 700-750 ml, ose shkurt, ky kavanozi do të mbushet me verën e bardhë. Mbasi shtohet vera, do të mbyllet dhe praktikisht do të veprojmë në këtë mënyrë. Do ta tundi mirë në mënyrë që mjalti të filloj të tretet pak e nga pak, kështu. Do të lihet 10 deri në 15 ditë dhe mandej do të përdoret 2 deri në 3 lugë gjelle në ditë. Sa herë që mund të kemi shtrëngime të zemrës në krahoror, sa herë që kemi ndonjë çrregullim të aritmisë, sa herë që kemi një dobësi trupore, një këputje trupore, kjo do t'ju ndihmonte më së shumti mrekullisht mirë. Pra, sot ne folëm për aguliçen, lulen e parë të pranverës, lulen që sikur diellin do ta zbresi në tokë, dhe atë që sikur thot se ja, jeta tashmë pas një dimri të acartë, filloi që të rizgjohet përsëri. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe mos harroni na ndiqni në kanalin ton për një shëndet më të mirë për trupin tuaj. Mirupafshim në emisionin e radhës.